Fërkimet e shtuara politike mes opozitës dhe disa partive në pushtet po ngadalsojnë integrimin evropian të Malit të Zi, vlerësojnë analistët. Ata thanë se veprimi përbashkët e të gjithë aktorëve politikë ndaj Bashkimit Evropian dhe detyrimi për të përmbushur agjendën evropiane është domosdoshmëri për të ardhmen e Malit të Zi. Evropa praktično insistira na tome da Crna Gora što prije bude članica Evropske. Bashkimi Evropian këmbgul në faktin që Mali i Zi sa më parë të bëhet pjesë e saj dhe në këtë mënyrë të bashkohet jo vetëm Mali i Zi, por të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, prandaj duhet veprimi i përbashkët të gjithë aktorëve politik, tha analisti dhe ish kryeredaktori disa mediave malazeze Xhevdet Pepić. Ndërkaq që analisti dhe kryeredaktori i gazetës në gjuhën shqipe Koha Javore Ismet Kallaba vënë duke se krizat e vazhdueshme politike po ndikojnë në mënyrë negative në proceset e integrimit të Malit të Zi. Që nga viti 2020, pra që në ardhen në pushtet të kësaj shumice qeverisë e cila është edhe sot, ne kemi në vazhdimsi, kemi kriza politike të cilat kanë ndikuar në mënyrë negative në proceset integruese të Malit të Zi. Fakti se deri tani vetëm 20% e kapitujve Mali i Zi ka përmbushur ose ka mbyllur vetëm 20% të kapitujve, për mua është zhgënjyes. Në këtë kuadër analistët e shohin edhe drath raportin e progresit të Malit të Zi drejt Bashkimit Evropian, ku bëhet thirrje liderëve politik që të përqendrohen në integrimin evropian. Në këtë kontekst pra duhet shikuar edhe këto thirrjet e Bashkimit Evropian, sepse kërkohet pra që të kalohet nga i niveli deklarativ në nivelin e plotësimit të këtyre kapitujve dhe të këtyre kushteve. Zoti Pepić beson se stabiliteti politik dhe bashkëpunimi konstruktiv ndërpartijak në këtë fazë është e vetmja rrugë e qëndrueshme drejt një qëllimi të përbashkët, antarësimin e plotë të Malit të Zi në Bashkimin Evropian. Što se tiče, dakle, taj odnos pozicije i opozicije u ovom trenutku u Crnoj Gori, ali mi smo imali Sa i përket marrëdhënieve të opozitës me shumicën parlamentare, duhet të ketë një bashkëpunim konstruktiv si e vetmja rrugë e qëndrueshme drejt antarësimit të plotë të Malit të Zi në Bashkimin Evropian, tha analisti Pepić. Analistët vlerësojnë se projekt raporti i Komisionit të Parlamentit Evropian, i cili u diskutuar të njëjtën në Bruksel, thekson në mënyrë të qartë nevojën për stabilitet politik, për kushtim dhe angazhim konstruktiv që ka përcjell linjat partijake për të ecur drejt mbylljes së kapitujve shtesë. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salej.